kam qenë pjesë përbërëse e kërkesës për tërheqjen e trusit. Të më thonë kësoj pjesës dytë. Jam taku me të gjitha partitë. Kanë qenë Abelar Tahiri nga PDK edhe Arben Gashi nga LDK që më kanë thonë që na nuk merrem me këto kauzat vogla. Kota? Kota dhe të vogla. Nuk merremi me këto kauzat të vogla dhe të kota. Abelordet ka thonë, a ke zyre në PDK-s në parlament. 24 ora Abelordi, që i ko dita dhe nota, sa ori kalonaj në përsauna, po atja si ka interesu Partia Demokratike. Aj, që tu e ka fillu karrierën e vetë politike, tu ja bojt qonten Hashim Thoqit, tu shku si kur Mozi që nganë, si kur Quki që nganë maskollit e maspeles, hop, në gjithë, u bo ministri drejtësis, aj ndash me dita është armiku maj madhi PDK-s. Shkatrimtori maj madhi Partisë Demokratike është Abelar Tahiri me grupin e vetë. E kush anë grup të memlit, pra ndaj ku më thonë, këta duhet me shku në shpet, ta janë profitera të emrit Hashim Thoqit. Ta kanë bëgë karrierë politike vetëm në emrin e Hashim Thoqit. Dhe nesër me thonë Hashim Thoqi, unë në rast se këthejem nuk do t'jem kryetori Partisë Demokratike, ta vetë ikin për Partisë Demokratike. Kudo është të me dollë, është që, të më thonë, këta i kam po dhe temat e rëndësishme të parëndësishme, sepse Albin Kurti edhe kauzat që nuk jenë konë kauza, i ka këthy në kauza, i ka këthy në demonstrata, edhe ka rrit me bin. Që kanë diçka që më u dëmtu shumë, po s'jam pjekun politikisht. Ta nuk kanë mongu kur gjo, përveç nuk mu me thonë mos pjekuris politike, po e kanë një farë sindromi albinofobik, edhe nuk dëshirojnë një farë formë më paracit që Albini, po neve nga ka dëshmu... Njerës kompleksum, neve nga ka dëshmu koha. Nuk ka dhez kauza që e ndërtoj, e ngriti Ramush Haradinaj për Albin Kurtin, kë Argati Sërbis, kë spioni Sërbis. Pse? Shikoj e Dejona Mihalin, këtë trurin e të keqës të vetëvendusis. Ajo nuk i thot njerëzve PDK-s ju një shpionat Sërbis. Për thot hojna, i keni bletu kënë 5 euro, e keni shqit 5.000. Kjo kauza ndë po vazhdojnë me e. Kjo është kauza të cilën Bedri Homza do të me kop stafetën dorë, edhe mi thonë, ju i një hojna, keni vjedhë rezervat, keni vjedhë orizin, keni vjedhë sheqerin. Po vjedhë një rrymen. Po duhet me bo. Ka elementet mjaftushme, ka elementet mjaftushme dhe kemi pas 2-3 lojt protesta. Po du mi të rjek të protestat për ushtarë të uqetës në hajt, të cilat nuk mund të përdoret si kauz politike, po kemi pas protestat qytetare, kemi pas iniciative qytetare të mjaftushme, ku partit politike kanë arrit, kishin mujt me kap stafetën dorë. Ta e vesh një shembull konkret. Ofendimi i ish-ministrit Serbia Blanović kundrejt nënave Gjakovare. Protestat kanë fillu nga disa student në Prishtinë. Pjesa aty në protestave kam qenë edhonë. Kem kalu në Gjakov. Në Gjakov është ardhë Dardan Molliçaj në është bashku me një grup televizës vetëvendosje. Pastaj në kanë ofru ndihmen me kalu protestat në Prishtinë, në atë kohë. Kemi kalu me protesta në Prishtinë e ka marrë stafetën në Albin Kurti. Prej një proteste me individ që i ke numru në gishta, ka ardhë dhe është bo, derisa ka eskalu edhe ka pos konflikt një 7-8 orë edhe me policinë në Prishtinë protesta e fundit. Derisa u doshtë të vetërniku atë jemi një policia njerëzit. Ky ka qenë Albin Kurti dhe këto nuk ka arrit opozita e kalume me këthy, do më thonë, iniciativa qytetare, protesta qytetare, që asni protest, asni iniciativ që niset nga partit politike nuk merret shumë seriozisht nga qytetarët. Po iniciativat të cilat nisen nga qytetarët, edhe të cilat protestat të cilat nisen nga qytetarët, aty duhet me intervenu partit politike, me kësy në kauzat e veta, edhe me fitu politikisht, gjëtë të cilë nuk e kam bo asnjë prej partitë opozitare. Lëvizja më radikale që kishmujt me bo Bedri Homza, është me ofru Fatmir Limajt me rikëthy në PDK. Atëherë kish me qenë me, du më thonë, tresh i sëmbullarve të votave, du më thonë, Malisheva, Drenasi, Skanderaj, edhe nuk e dja kish me qenë Majleta, po Majron menaxhimi i kësaj pune, po gjithsesi du marrë parasysh që Fatmir Limaj me njerë kish me pretendu më bo kryetari
PDK-s? I PDK-s. Që ta shmëron penal, negje, për shemull, pse unë e mbështes argumentin që Samil Ushtoku nuk ka pos fuqi çfarë mendon negje plot tjerë brenda Partisë Demokratike. Që po fulum publikisht, Samil Ushtoku ka qenë 100% me u kthy Fatmir Limaj në Partinë Demokratike të Kosovës. Edhe ka që fort Samil Ushtoku që këka s'ka mbujt me këthi. Prandaj po them, Samil Ushtoku ai fort në Skenderaj, po Samil Ushtoku, kolegu mundet me ma vërtetu. As ka pos pretendime me kon... Nuk ka pos, nuk thash që ka pos. Ai vlo ka dosht kështjellën e vetë Skenderojnë, ka pak edhe Drenosin, ka pak edhe, apo kupton që se ja ka kop grepin akun edhe Mitrovicën. Por, nuk ka pos pretendimet gjona, ju ka thonë, merë në Fatmir Limën në parti, këthenë në parti, se ju vynë, këta kanë thonë jo, edhe e kalon atë farë pune. Fatmir e din këtë punë. Ka gjasa që pas këtyre ndryshimeve me u këty Fatmir Limaj në... Jo, nuk a i kënë dëgju të qëto lofe. Po më dim të sigur që kanë qenë një pjesë, sidomos komandantë të UÇK-s kanë qenë pro. Dhe shumica nuk është pajtu. Samia ka propozu edhe ju ka thonë këthene. Edhe s'ka shkum, si pas informacionet që kam, s'ka shkum me akën deri sa është konfirmu sigur që nuk do e marrin në koalicion PDK-ja. Për ndryshe ka qenë... Jo, a i ka doshtë mu këthy krejt në PDK, me shkrini. Po spari ka qenë si koalicion, pastaj në gjatë rrugës atë mu, s'kish po qka me shumë se një vetë ka që diskutohet, para se me u majtë gjithjet që ka gjasa që Fatmir Limaj do të shkoj me PDK në koalicion, por ndodhi koalicioni para një viti me AK-n. Po, pikrish për ata, ndodhi shkoj me AK-n dhe e po mësë si përfundoj. Po, kjo është që asu nuk pajtura me provën që ka pja jep qatë fuqi Zotit Lushtaku në nivel Kosovës, nuk gëzaj që vendos asja shdegeve të vendosit. Qëllimi tina është me s'jel të mnoja. A bonës zdo pajtu fort se është edhe një problem tjetër këtu tek opozita, ish opozita që Visari po thot. Po, me mos me ditë kush u kryetar. Eksakt. Nuk mund, është këgja e vështirë me gjatë kësaj qeverisje 5 vjeqare gati se të kurtit, ish partitë ish opozitare me marrë një aksion për një diçka, qëfar do qoftë aje, sepse është kryuaja narrativa dhe ndaj një 50.02% me janis me protestu atëhere me njërën ka orë në shpreja ajo u bën bashk këta të 20 vjeqarit. Dhe ka qenë një farforme, një farë asi që i ka ndalu, dhe kanë qenë një penges që këta i ka pengu të bën bashk. Pra ndaj edhe Lumir Abdigjiku në kompleks albinofobik o vlot. Po jo kompleks dhe albinit, është ndaj asaj narrative si kryuar, ndaj qytetarëve të cilit e kanë po që këto parti kanë qeveris do thot për disa mandate bashkë.